Sot në qytetin e Vlorës hapet zyrtarisht sezoni turistik veror me një skenë gjigande të vendosur në zonën e Lungomares, ku do të zhvillohen aktivitete dhe koncerte që do të zgjasin për 2 ditë. Në këtë ngjarje madhështore pritet të performojnë artistë të njohur si Soni Malaj dhe Ledri Vula, duke të rrequr mijëra vizitor vendas dhe të huaj. Aktivitetet përfshin një gamë të gjerë lojrash dhe animacionesh për fëmijë gjatë ditës, ndërsa mbrëmja do të jetë e rezervuar për performanca muzikore që do të sjellin atmosferë festive për të gjithë pjesëmarrësit. Kryetari i Bashkisë së Vlorës në mesazh për qytetarët ftoi të gjithë vlonjatët dhe turistët të bëhen pjesë e këtij eventi të veçantë që shënon nisjen zyrtare të verës në qytetin bregdetar. Sot po bëhemi gati për të çelur zyrtarisht sezonin turistik. Këtu kemi një stage gjigant në fakt që është ndërtuar posaçërisht për këtë event që ne mezi e presim. Është ajo në fakt që hap edhe siparin për gjithë festimet dhe eventet që do të organizohen në qytetin e Vlorës për gjatë gjithë verës. Shpresojmë që të ketë rëndësinë e dur, të ketë fuqinë e dur dhe të ketë ngjyrat e dura. Artistët do të marrin pjesë, janë të gjithë shumë të njohur në artën e Shqipërisë. Kemi Kidën, kemi Soni Malaj, kemi Ledri Vula, kemi TJ from Mars. Pa ideja është do të ndahet në 2 ditë ky aktivitet, është sot edhe nesër. Shpresojmë dhe urojmë që të gjithë vlonjatët të dalin dhe të festojmë gjithë së bashku dhe patjetër një thirrje për gjithë shqiptarët që fundjavën ta kalojnë në Vlorë, sepse realisht do të jetë plot zjarr, plot energji, plot fest ky qytet, ashtu sikurse e duam të gjithë dhe ne do t'ja bëjmë gati që ata të gëzojnë sa më shumë. Për sa i përket pritshmërive për sezonin turistik, kryebashkiaku shpreu optimizëm për një periudhë të suksesshme me një fluks të lartë vizitorësh dhe rritje të ndjeshme të aktiviteteve ekonomike në qytet. Unë kam thënë që momenti që kam dalë për herë të parë si kandidat dhe pastaj edhe si kryetar bashkie më vonë, kapacitetet duhen rritur shpesh, duhen rritur gjithmonë, duhet jemi shumë të vëmendshëm sepse edhe numri i turistëve që zgjedhin Vlorën si destinacion është një rritje shumë të madhe. Është një rritje shumë të madhe, kështu që ne duhet të përshtatemi me pjesën e kapaciteteve njerëzore dhe financave, buxheteve dedikuara sa i përket përmirësimit të nivelit të shërbimeve. Një gjë është pozitive që ne përfundimisht e hapëm landfillin e Sherishtës, që është gjë shumë e mirë dhe shpresojmë që do të ndikojë pastaj edhe pjesa e menaxhimit të mbetjeve në qytet në ditët e muajit vazhdim. Për parkingjet, ai është problemi më i madh që ne hasim sot si qytet. Kjo edhe për shkak të ndërtimeve që janë bërë deri dje që nuk ka pasur parkime në toksore për pallate, shumë pak janë që e kanë këtë mundësi. Megjithatë, ne kemi piketuar disa lokacione ku do të investojmë në vazhdim. Një investim e kemi marrë tashmë paktën si dakordsi me buxhetin e fondit të zhvillimit, janë 10 milionë euro që do të investohen te universiteti, gjitha hapësira përballë edhe nën tokë, që mund të bëhet një investim me 2 kate nën tokë, e cila do të jetë gjithmonë në shërbim të parkingjeve që hapësirave të parkimit do të ofrojë ky qytet, përveç se pastaj kemi edhe pjesa mbas Hotel Dukës këtu, po bëni një reklam falas. Dhe atje është një hapësirë që ne duam ta shfrytëzojmë, sikurse kemi bërë gati dhe sharën që do të operojë për parkimet në gjithë qytetin sipas akseve që do të vendosen edhe në Këshill Bashkiak, e cila do të jetë me pagesë patjetër për bashkim. Sezoni turistik në Vlorë sapo ka nisur duke premtuar ditë të mbushura me aktivitete, argëtim dhe kulturë për banorët dhe vizitorët. Me një program të pasur dhe atmosferë festive, qyteti bregdetar synon të kthehet në një destinacion të preferuar për pushuesit, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe promovimin e vlerave të tij natyrore dhe kulturore.